Në studio është Orhan Ibrahimi nga Lëvizja Arbëria. Zotër Ibrahimi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se vjen. Lëvizja Arbëria në zgjedhjet e fundit ishte bashk në koalicion me Vlenin, pra në zgjedhjet që sapo mbaruan lokale. Tani kur kanë mbaruar këto zgjedhje, si lëvizje jeni akoma me Vlenin? Gjithsesi, jena me Vlenin, koalicioni vazhdon. Koalicioni imi normalisht se vazhdon. Marrëveshja ka qenë edhe për këto zgjedhjet lokale, po kena një marrëveshje të nënshkruar, e cila do të parashet që edhe ne t'jena pjesë Vlenit në vazhdimsi, në kontinuitet. Zotër Ibrahimi, kur jemi këtu, aktuale është çështja e riformatimit të qeverisë, do ik një ministër, do ik një tjetër, me që jeni bashkë, po thoni jeni bashkë me Vlenin, ju si Lëvizja Arbëria do të merrni diçka nga i kulaçi i qeverisë? Ka një marrëveshje të tillë? Nuk kemi marrëveshje të tilla për të nda pozicione ekzekutive, sidomos poste ministrore prej Lëvizjes Arbëria, po zhvillimet janë shumë dendura, shumë ngjeshura. Spektri politik shqiptar ka lëviz me vite, llogaritje vite drite. Ne kishme menduar se do ta mundim BDI-n të zgjedhje, po se na ndodh kjo mrekulli, unë po them për vete, nuk e kisha menduar se kaq do të befasi e këndshme do të ndodhe, që vërtet BDI-ja do të marrë në një goditje të rëndë, një knockdown të zgjedhjeve lokale. Kështu që gjithçka është në pritje, jena në bashkëbisedim, një herë me strukturat brenda Lëvizjes Arbëria, ende është herët, nuk kena një komunikim drejt për drejt, ende me partnerë tjerë koalicionit Vlen, presim që tulimit, bashkëbisedojmë. Do pas zgjedhjeve ende nuk keni realizuar takim. Nuk, ne prej Lëvizjes Arbëria ende nuk e kena një takim zyrtar për normalisht. Synoni ju si Lëvizja Arbëria të merrni ndonjë drejtori të paktën në këtë qeveri? Po, do të shohim, do të situatat të ardhmen, normalisht se insistojmë pasi që jena partner koalicioni, jo që na takon, po jena meritor dhe mendoj se kena kontributet veçanta edhe në fushat zgjedhore, edhe në frymën që e ndërtuam së bashku, po edhe në pragmatisht do të edhe me strukturat tona në shtabet zgjedhore, shtabet degve, shtabet nëndegve, do të votuesi dhe aktivisti Arbërisë ka qenë zbashku në front me gjitha strukturat e tjera të Vlenit. Vleni është përfolur, është paralajmëruar se do të shkojë, do të mendohet, do të bisedojnë për shkrirjen në një subjekt politik. Në këtë drejtim, Arbëria ku e sheh vetë? Do të bëni edhe ju pjesë atij subjekti kur të bëhet Vleni si subjekti vetëm? Shkëlqen ju e dini se me 5 korrik ne jena themelu si subjekt politik. Ndërsa njerëz që e kanë themelu Arbërinë kanë definuar skenën politike me vite, me decenie mos them. Po normalisht pra nesh janë edhe gjeneratat e reja. Kështu që në start ose edhe më herët ne kena dëshiruar unifikime, sepse vetëm unifikimi i shpije përpara shqiptarët. Vetëm unifikimi dhe bashkimi mund t'ja dalin këto situata politike apo këto turbulencat mëdha këtu, brenda, në rajon edhe në glob. Gjithsesi jena për unifikim, jena për t'u shkri gjitha subjektet me një subjekt, me një program përcaktimor, i cili do t'i unifikojë gjitha idetë tona, e normalisht pasandej do të përcaktoj prioritetet e shqiptarëve se si duhet lëvizin këtu brenda shtetit, cilët janë prioritetet për reforma të thella në shtet, normalisht duke synu, ashtu kjo qeverisje dallon shumë prej qeverisjeve 22 vjeçarëve të BDI-s, po synimi jonë është të jetë një qeverisje edhe shumë më shumë përmbajtësore, duke i realizuar aspiratat dhe interesat e qytetarit shqiptar. Pra në takimin që do të mbahet, sigurisht do ta ngritni edhe ju këtë çështje, do t'i paraqitni kërkesat e juaja, cilët janë pikat e juaja që mund t'ju bashkojmë me liderët e tjerë. Normalisht janë çështje të brendshme ata që nuk na preokupojnë shumë, mbi gjitha një herë më lejoni se faleminderohem publikisht edhe prej mediumëve për hapësirën e dhënë, edhe Vlenit, edhe Lëvizjes Arbëria, gjithë këto muaj që i lam mbrapa. Mediumet gazetarë që na kanë përcjell hap pas hapi, në çdo moment, në çdo ngjarje, çdo trubim, janë normalisht edhe protagonist një ndryshimi të madh që ka ndodhur tek shqiptarët, tek fitoria binjse që ndodhi e Vlenit.
Normalisht duhet t'i falenderoj mënyrë të jashtëzakonshme çdo aktivist Vlenit, i cili prej Struge deri këtu në Likov nuk ka kursi as një minutë, as një sekund prej përditshmërisë vet, që të jetë pranë shtabeve, pranë organizimeve, pranë detyrimeve që kanë dalë për të ndodhur kjo mrekulli. Zoti Ibrahimi, ju ishit gjatë në politikë, keni qenë deputet, nga pozita e deputetit keni mbajtur edhe një pozitë në udhëheqësinë e partisë ku keni qenë në PDSH. Prej gjithë atyre viteve që keni qenë PDSH, ndoshta kjo është fitoria e parë ju që e arrini përballë BDI-s në 20 vite. Përballë BDI-s, kjo na fitu edhe tjera herë. Përfshi, do thotë, fatkeqësia ka qenë se s'kena rrinë si kësihove, do të një mrekulli brenda korpusit politik shqiptar ka ndodhur para 2 vite me unifikimin e faktorit politik në atë kohë opozitar për të bashkuar gjithë së bashku, si një front i përbashkët për dalë karshi BDI-s. Dhe pe them këtë për vetëm arsye sepse BDI-ja ka humbur edhe 2011, shumë thellë, ka humbur edhe 2016, ka humbur edhe 2020. Po ato vota kanë qenë disperzuar me shumë subjekte politike. Ka qenë të shpërndara në... Ndërsa PDSH ka fitu para 2001-shës disa cikle zgjedhore dhe vlen thuhet viti 2000, viti 98 dhe shumë cikle tjera. Po flasim pas 2002-shit. Po pas 2001-shit. Thotë ne jena protagonist të lëvizjeve ndryshme. Po, por kjo ishte fitoria më bindëse që keni arritur. Është atë që e thoshin ata referendum. Referendumi ndodhi, referendumi apo votuesi shqiptari sot i nxorri definitivisht kartonin e kuq për disa subjekte politike, për disa lider, përfshi Ali Ahmetin, Zjadin Selen. Këtu desha të dalë me pyetje, e thatë rezultatin, cili sipas jush do të jetë fati i Aleancës Kombëtare për integrim, për shkak se kemi ende 4 komuna do të ketë zgjedhje të reja, duke pas parasysh se brenda këtij koalicioni, brenda AKI-s ka 2 ish bashkë partjakët tuaj, Sela dhe Taravari. Votuesi shqiptar nxorri kartonin e kuq. Kjo është mrekulli në vete, që qytetari shqiptar është vedisu jashtëzakonisht në këto vite që pilon mbrapa. Ta them drejtën, vitin 2002 deri ka viti 2008, jo që kisha ra pesimizëm se nuk do të ndodhe ndryshime, po disi e kisha një skepticizëm se nuk mund ndodhin ndryshimet brenda korpusit shqiptar. Disa protagonistë që kishin dalë prej subjektit tamat herë PDSH-s me pretendimin se janë bartës të ides të Arben Xhaferit, që nuk ja kontestojmë kërkujnë askuna, nuk i kontestojmë trashëgimin apo thirrën emën liderit apo emën të një figure kolosale që ka pas kombi, siç është Arben Xhaferi. Por figura dhe rruga Arben Xhaferit ka dalluar shumë thellë, në esencë ka dalluar prej rrugës Ali Ahmetit, që në start. Ta them simbolikisht, rruga e Arben Xhaferit ka nënkuptuar rezistencë, moral në vete, moral në politik, ka ngërthy gjithsesi perspektiv, vizion, ka parazit qytetarëve shqiptar, nuk ka synu servilizmin, ndërsa rruga Ali Ahmetit nënkupton diçka krejtësisht diametralisht kundërtën. Servilizmin vete, servilizmin ndaj faktorit Maqedon, kthyrja e trajektorës nga boca sërbe, dhe të uthy ajo rruga që ishte ndërtu prej Arben Xhaferit, Sofje, Stamboll, Shkup, Tiranë e Perëndim, u kthy trajektoria Moskë, Beograd, Shkup. Egzodusi nënkupton. Egzodusi masiv që i ka ndodhur shqiptarëve për këto 20 vite që i lanë mbrapa. Edhe pasandej thirrësh ti apo të bajsh koalicion me një figurë dhe me një subjekt parapolitik, i cili ka paraprin tragjikisht mëndzyrës të popullit shqiptar, e thush jam pasardhës si Arben Xhaferit, është për ta dëshirë. Pra, ju po thoni se përplasja e 2 koncepteve solli këtë rezultat të AKI-s? Normalisht se përplasja po fal qytetari shqiptar, fal betejave dhe luftave, eksponentëve të ndryshëm, prej 2002 e këndej, për ta zbërthy figurën e Ali Ahmetit, politikët e mbrapshta,
subjektin quajtur për shkak se ai mlodhi rreth vetes garnitur të figurave tragjike për kombin. Figura të cilët në vete edhe të kaluamën, po familjet e tyre janë të njohura prej kohës mbretërisë serbe, e nis Jugosllavi, e pluralizëm. Figura që kanë godit rand Indin, familjen shqiptare. Me këto figura ai ndërtoi subjekt politik për ta godit pasandej vizionin armërinë shqiptare. Rankovici me politiket e mbrapsht atij duke zbatuar elaborate ndryshme, në atë kohë kishte prit t'i largoi prej vendbanimeve një 100.000 shqiptar për Turqi, ndërsa për 20 vite tu mos më pas luftra brenda Maqedonisë, faktikisht janë larguar 300.000 shqiptar. Vetëm komunën e Likovës, statistikisht po flas, 2002 edhe tu nxjerr statistikën e 2021 janë minus 6.000 banor. Janë këto fakte dhe dëshmi që flasin për mbrapshtinë dhe për subjektin që e quaj subjekti parapolitik i quajtur BDI. Pasandej thuhet tani se jena një koalicion me beslidhje shqiptare, është notojsh me simbolika të shenjta të kombit, a realisht në vete të ngërthesh korrupsion, shantazh, vrasje, burgje, proceset nëntuara politike, egzodus shqiptarëve, pa perspektivë të rinisë shqiptare, edhe bashkë koalicion apo thirrësh në rrugën Arben Xhaferit, dy figura si që u thirrën Zedin Sela dhe Arben Taravari, është shëndrosh në zero. Edhe në burni, edhe njerëzi, edhe në intelektualizëm, edhe në adhetarizëm. Për shkak se do të janë fakte mbrapa. Si mundesh thirrësh në adhetarizëm kur të kthehet korridori Moskë-Beograd-Shkup? Si mund thirrësh burni e ti tradhtojsh e mos t'jesh falimderues për 107.000 vota, e të kthehesh për 2-3 muaj te Ali Ahmeti? Si të mund thirrësh në vizionar e pasues i Arben Xhaferit, konkludojsh se kanë dashur të eliminojnë fizikisht, kanë përgatit atentat me eliminu fizikisht, edhe ti thuash se armëri është BDI dhe Ali Ahmeti. Janë divergjencat s'kanshme, do të thotë që truni i njeriut vështirë është për t'i kapur. Për ata po them se janë dy mrekulli. Mrekullia e parë që qytetari shqiptar nxorri kartonin e kuq për këtë koalicion, dhe mrekullia e dytë është produkti vlen që e bekoj me fitore plebiscitare. Mendoni se këta që po thoni liderët e AKI-s, për cilët ju po thoni se populli nxori kartonin e kuq, do të lishojnë në rrugë, do të hapin rrugë, do të largohen, do të japin ndërheqje? Jo, nuk japin ata, sepse nuk janë sot ata. Aliu është prej 2001-2002 se këndej, ndërsa edhe ato vite i kena që sjellin vërdall, normalisht se do të na sillen ende vërdall kamve shqiptarëve dhe organizimeve politike shqiptare, po jam i bindur se në ciklin e ardhshëm zgjedhjeve parlamentare ato do të marrin knockdown. Në rast se sot kanë karton të kuq, ato do të eliminohen komplet prej garave dhe nuk do të jenë fare në lojë. Se ato nuk tërhiqen. Edhe kur po ndogjojnë shumë analistë ndryshëm që e dëshirojnë reformimin e BDI-së dhe këtyre subjekteve, se janë subjekte individ, është dëshirojsh diçka të pamundur. Nuk mund ndodhe me një subjekt parapolitik apo ti paraprije reformave, Musa Xhaferi, Blerim Bexheti dhe Ali Ahmeti. Me çka do të reformojnë ata? Me pinjollët e familjeve cilët kanë djegë shqiptarët, me pinjollët e familjeve që i kanë qenë shërptor mbretënisë serbe. Janë akuza të rënda, zotëri Ibrahimi. Janë akuza, vetëm mirëni familjet shihni se me ka ata e bojnë biznesin, kush janë rreth tyre, cilët familje i ka avancu dhe i ka mbështet skenën politike për këta 22-23 vite, shihi konkretisht me emra mbi emra cilët biznese, s'po them se s'ka biznese shqiptare, ka biznese që kanë bërë me gjoks rritjen e tyre, po flas për disa kompani cilët me lehtësi kanë rritë milionat. Fal lidhjeve të ndryshme botës serbe me këtë subjekt parapolitik. Këto nuk i them sot, unë, miqtë e mi dhe Lëvizja Arbëria.
Për shkak se mendojmë thellë se ne jemi po i njëjti organizim, që kur nuk kena koketu me të keqen. Kur nuk kemi koketu në korris shqiptarve me këtë subjekt parapolitik. Asnjëherë, për 22-23 vite. Dhe i kemi thonë kohë, i kemi thonë 2002, 2003, 2005, këndejtar, vazhdimisht, permanencë, me këtë fjalor. Po fatkeqësia është se popullata shqiptare nuk na ka ndjekë. Siç sot ka hapje të mëdha mediumeve, kena përplot mediume që janë demokratizuar dhe vjen shprehje sot zoni i vërtet, zoni kritik, zoni që duhet përçohet të qytetarit shqiptar. Zotrim fare jemi në fund, nuk kemi edhe shumë kohë për këtë intervistë. Në fund do të pyes për shkak se Arbëria u themelua nga ish deputetët e PDSH-s dhe ata zyrtarë që ishin në atë subjekt politik. PDSH-ja për nesër ka thirrë një kuvend qendror. Aktualisht PDSH-ja ka një deputet në kuvend, ndërkohë po paralajmërohet një rikthem i PDSH-s në skenën politike. Keni ruajtur ato kontaktet, ju ka kontaktuar ndokush nga PDSH-ja? Pak, më duhet një sqarim. Vitet 90 ishte themelu Partia për Prosperitet Demokratik. Unë një prej struget e në Kumanov, shumë eksponent që e kena themelu së bashku atë subjekt. Dhe atëherë kishme një kontest madh vitin 92-93. U mbajt kongresi i dytë dhe aty ndodhi skizma, ndodhi ndarja kushtimishtar. Nuk ishte ndarja aty. Me plebiscit kongresi kishte vendos një figurë cilën atëherë nuk e njihshim, por vitet 93, 94, 95 u profilizu në skenën politike, me mis nga Struga, Dibra, Kërçova, Gostivari e gjitha ndej, u baj kongres dhe ndodhi në thojza ndarja. Kontesti i madh e prodhoi Arben Xhaferi. Ne 2 vite ishme thirrë në PPD, ndërsa shteti e kishte legjitimu një subjekt tjetër që ishte themelu në kuvendin komunal në Tetova aty me 3-40 vet, 50 vet, gjithsej ishin. Dhe përplasja ka qenë gati historike. Deri sa u shkri PPD-ja se kush e ka legitimitetin. Pasandaj u detyruam me themelu dhe me quajt PPDSH, dikur u shkrim PDSH. Kështu që e kam fjalën. Bars vërtet programit i kombëtare, trilindasve, PPD-s vërtet, PDSH-s vërtet Arben Xhaferit, janë ata cilët nuk ka koketu me vijat dhe linjat e aliamentit, me vijat dhe linjat proruse, siç është janë plot disa individ që na sjellën vërdall këndej nesh. Përfundojsh të BDI dhe të aliamenti dhe të insistojsh se je PDSH dhe je bardh i PDSH-s, është për ta dëshiruar. Ndu tha që në këtë studio me një farë forme pranoi, tha, ka qenë gabim dhe ja po Edhe diçka tjetër. Edhe një herë. Prandaj po ju pyes, a besoni në rikthimin e PDSH-s? Gjithë ne i kena pas shanset. Kemi protagonistë ndryshëm, kemi deputet dhe ta mbrojmë personalitetin nece me devotshmëri që e kena mbrojtë vetë. Gjithë ne kena pas edhe pozicione ndryshme tjerë, kam qenë edhe nënkretar subjekt. Mendoj se rruga e Arben Xhaferit do të thotë edhe faleminderim ndaj aktivistëve, ndaj njerëzve që kanë dhënë njerëz se mund, edhe gjak për subjektin dhe për shqiptarët. Edhe jena faleminderues. Gjithë ne jena besnik një ideje dhe një rrugtimi. Pi përmendi për vetëm në arsye, nuk mjafton vetëm fjalë apo pamje. Duhet edhe vepra. Duhet edhe rrugtimin ta shohim, ka kemi lëviz. Çfarë kontributi kemi? Nuk do mend se PDSH-ja ka ditë lavdije 97, 98, 99, 2000, menaxhimi i krizës 2001. Se diskutoj, jemi krenar për ata. Po edhe njerë po them, programi i PDSH-s dhe figurën e Arben Xhaferit mund ta barthin shumë njerëz në vete, shumë organizime të ndryshme, duke i zbatuar amanetet, duke i zbatuar programet që i kena. Vetëm atëherë mund thirremi një ide, në rrugtim, Po thoni ata që nuk kanë devijuar nga ajo rrugë. Po dihen me emën e mbi emën, unë një qindra cilët nuk kanë koketuar me BDI-n, prej Struget e Kumanov. Kanë stoikisht, kanë vujt shkëlqen. Bekim Fazliu, të më fale, i ka letrat në Gjermani, ka mund përfundojë ministër për shkak kapaciteteve intelektuale, për shkak rrugtimit të tij, dhe shumë tjerë që një
janë rrugëve botës, rrugëve të Maqedonisë, vetëm për me rujt personalitetin dhe me rujt krenarin, me rujt ndërgjegjen njerëzore, para se gjithë është edhe ndërgjegjen kombëtare. Këto janë betejë cilët i kena bërë me decenije. Ndërsa kur ndëgjon sot me lehtësi se po ndodhin ndryshime ose ka ndodhur ndryshime, nuk ndodhin rastisht ato ndryshime. Ato ndryshime ka ndodhur fal rezistencës, fal guximit, fal njerëzve cilët në kohë dhe në momente janë gjetë aty për t'i bërë betejë. Dhe nuk do men se e mira do të triumfoj, pa tjetër se do të triumfoj. Rruga Arben Xhaferit do të triumfoj. Në këtë fitore të madhe, më herët ndoshta kam pas do një dilemë për vetëvendosjen dhe Albin Kurtin. Sepse po përzihet, po flas 2012-2013. Jo që kanë pas drejt, ose njeriu duke u plak, duke u pësu edhe reformat mrenshme, duke normalisht, edhe duke ndjesh ide, mendime, duke u mësu. Jo që kanë pas drejt, çdo subjekt politik shqiptar në Shqipëni, në Kosovë e ka drejtën e Zotit në ndihmojë ne. Ndihmesa e Albinit, ndihmesa e kryeministit sot që është historike për ne. Po e them me bindje këta se vazhdimisht do thotë kish specifiku të keqen Maqedonisë kush janë ato subjekte dhe kush është ai lider që po i prin fatkeqësitë shqiptare, edhe kish mbështet figura dhe organizime ndryshme që sot s'janë vlen, vetëm për ta godit atë rrugtim edhe një figure cila i sjelli shumë nga kombit. Edhe sot falënderimet janë të veçanta për atë subjekt dhe për atë lider dhe për gjithë miqtë në Kosovë dhe në Shqipëni që e kanë dëshiruar këtë ndryshim shumë rrënësor, shumë duhur për ne. Inshallah don Zoti, po para se gjithësh ne vleni këtë produkt, këtë mrekulli, duhet dim ta menaxhojmë, ta ruajmë, të unifikohemi, të ecim përpara. Për shkak se ndryshimi nuk do të thotë vetëm kena fitu, ndryshimi do të thotë zaventohet korrupsioni me menaxhim mirëfillt. Qytetarët presin rezultate. Kushtetuta edhe ligjet ndryshojnë në përmbajtje në esencë të mirën e qytetarëve shqiptar. Ndodhin adherimet në Union Evropian, të miratohen gjitha konventat apo marrëveshjet ndërkombëtare sa më shpejt. Faktori politik shqiptar i quajtur vlen nuk është në dëgjova një deklaratë sonte, tani lajme. Partneri i vogël, është partneri i fuqishëm. Partneritetet nuk maten me forcë. Unioni Evropian vetë e ka Maltën me 500.000 banorë. Gjermania 84 partneritetet maten me vizion. Atje ka konsensus, ka vetëm. Edhe këtu ata e dinë, do thotë, gjithë përfaqësues politik maqedon që nuk janë sinkron me ecjen pro-perëndimore, vendi do ta kenë Rusia apo në Hungari. E them me bindje ata. Sepse shqiptarët janë 100.000 popull pro-perëndimor, perëndimor. I takojmë civilizimit evropian, dashtën s'dashtën, bota tjetër, bota slave. Ne andej kena syt, andej kena vendin. Kështu që mrekullia ka ndodhur, neve na duhet me gjakftofsi, na duhet me një urësi të madhe ta menaxhojmë këtë fitore, këtë mrekulli që e kena duart e tona, mos ta abuzojmë këtë fitore. Zëri Ibrahimi, kaq kishim kohë, faleminderit shumë. E di që i kam kaluar limitet. Kaluam pak. Ishte kënaqësi, faleminderit për mundësinë dhe hapësirën.